Aleksandr Prosi ka kohë që I mungon skenës shqiptare, por jo shpirtit shqiptar. Ai ka mbetur përjetësisht në pelikull si simboli lapidar I përpjekjeve për dritën e dijes, I udhës së shkronjave shqipe dhe pavarësisë shqiptare. Është zëri dhe imazhi I tij që do të na prij udhën drejt mijëvjeçarëve të rinj, me të vetmen pasaport, identitetin ton si shqiptar. Ndaj, në memorien e kombit ton, ai do të mbetet përjetësisht në panteonin e pavdeksisë. Jeta është e shkurtër, arti jeton gjatë. Kjo shprehje latine më kujtua teksa shfletoja kujtimet e miqve më të mirë të artistit të popullit, Sandër Prosi. Aleksandr Prosi është një nga aktorët më të shquar të teatrit kombëtar dhe të kinematografisë shqiptare, I cili në kontributin e tij prej disa dekadash ka krijuar një model të aktorit të planit logjik, të arsyetimeve të thella dhe të monologjeve të brendshme. Ndërsa në kinematografi me rolet e tija tek udha e shkronjave dhe sidomos ky kryeroli I tij në rolin e Ismail Qemalit, ka mbetur në memorien e shqiptarëve si një nga aktorët më të dashur dhe më të papërsëritshëm. Njeriu që buronte veç mirësi. Njeriu që kur e shikoje, kur qeshte, kur fliste me atë tonin e vet të butë të bënte për vete. Ai ishte një personalitet I madh I teatrit dhe I filmit shqiptar. Sandër Prosi jeton, sepse I jeton dhe do të jetoj vepra e tij, personazhet apo karakteret që mbrojti me aq dashuri. Tingujt e violinës përkundën ëndrrën e bukur të udhës për tek njeriu, dhe ai mes shtigjeve të panumërta të jetës arriti të gjejë harmoninë perfekte mes ëndrave të fëmirisë dhe realiteteve të jetës. Ai lindi në Shkodër në 6 janar të vitit 1920. Pas gjimnazit në Tiranë, ai shkon për studime në Austri për stomatologji, studime të cilat nuk arriti ti përfundoi kurrë. Me sa duket, pasioni I tij për artin skenik, si dhe kinemaja, do të ngjisnin brenda shpirtit të tij një dritë që ai do ta ndiqte për gjatë gjithë jetës së tij. Në shënimet e fëmirisë së tij, ai shkruan që në vogëli ndiqja filmat, në fillim filmat e Charlie Chaplinit, pas e më pas edhe të tjerë. Kinemaja më pëlqente shumë, sidomos më mbeteshin në mend aktorë si Harry Burr, Louis Jouvet e Jean Gabin. Megjithatë, ai shkruan se ëndërronte të bëhej violinist. Viti 1948 e gjen në teatrin popullor. Një shfaqje e luajtur në gjimnaz vite më parë do të përcaktonte kështu më pas udhën e jetës së tij. Pas shaqir agës tek prefekti, ai do të luante dhjetra role, vepra shqiptare dhe të huaja, të cilat kanë mbetur kështu në kujtesën e këtij institucioni. Interpretimet e tij tepër të veçanta si pasojë e studimit mjaft të mirë të lëndës dramaturgjike bën të mundur që ai shumë shpejt të kristalizonte individualitetin e tij të spikatur, duke raditur shumë shpejt veten tek emrat më të mëdhenj të artit skenik shqiptar. Mbi 100 role, nga të cilat 75 vetëm në teatr, do të merrnin jetë nga dashuria dhe pasioni I tij. Për Sandër Prosin nuk kishte role të vegjël apo të mëdhenj. Për të, kishte vetëm personazhe, vetëm role, të cilat ai I bluante në laboratorin e tij krijues dhe I ngjiste pastaj me shumë dashuri, me forcë dhe me pasionin e tij për punën. Sandri ka një gamë të gjerë personazhesh, ka një listë gjatë shumë, por unë do të përmendja për shembull dhe generali ushtrisë vdekur që ka qenë një figurë
autentike, një figurë veçantë, një figurë plot, e mshiruar në mënyrë të jashtëzakonshme nga ky aktor. Ka pasur një figurë shumë të bukur tek Arturo Ui, ka pasur disa figura rjesht, ka qenë disa personazhe rjesht, jo të Gjemimia ti Dimri, jo të unë të kam punuar edhe tek doktori pacient me Sandrin, edhe tek shënomni dhe mua. Domethënë në shumë pjesë kemi punuar bashkë edhe figurat e Sandrit janë njëra më e bukur se tjetra, janë njëra më interesante se tjetra, njëra më e goditur se tjetra nga ana profesionale. Përvoja e tij dhe përvoja e mjaft artistëve të tjerë të përmasave të tij do të përbonin më pas atë universitet nga ku lindi shkolla jone e interpretimit skenik dhe filmik. Otello e tij do të mbetet për herë në kujtesën e kolegëve apo të spektatorëve të atyre viteve. Forca e deduksioneve të artistit Prosi i dha kësaj vepre dimensione të kombëtares. Në çdo personazh, ai kërkonte të gjente të veçantën, të cilën me tepër mjeshtri arrinte ta harmonizonte me të tërën skenike, duke ja përcjellë më pas publikut me mjaft emocion. Galeria e madhe e personazheve që ai interpretoi nuk ka kufi, nuk kanë gjeografi apo piketa kufizimesh. Ai dinte të luante me mjaft mjeshtri çdo lloj personazhi. Ai dinte të hynte në lëkurën e personazheve për të na lënë përjetësisht ato në kujtesën tonë. Si mund të harrohet Mojsi Golemi, Otello, Zabelini tek Orët e Kremlinit, Isa Boletini tek Dragdoi Dragobis, e të tjerë, e të tjerë. Sandër Prosi kishte gjetur çelësin e komunikimit me spektatorin, vërtetësia dhe sinqeriteti i lojës së tij, natyrshmëria dhe njëherë si gjetjet interesante në formë si pasojë e kërkimit të tij të pareshtur për figurën, bën të mundur që ai të lindte pas karaktere dhe personazheve të paharruara. Rolet e tij nuk ngjasojnë me njëri tjetrin. Çdo njëri prej tyre ka të veçantat që vetëm ai, Sandër Prosi, arrinte t'i zbulonte, t'i vishte plastikën e përshtatshme dhe më pas t'i përcillte me një mjeshtri të lartë artistike. Emri Sandër Prosit është lidhur me atë plejadë aktorësh të cilët kanë vënë gurët e themelit në këtë ngrehin të madhe që sot quhet teatri kombëtar. Padyshim se Sandër Prosi ka një aktivitet të jashtëzakonshëm jo vetëm në teatr, por dhe në film. Janë të shumta rolet që ai ka luajtur në skenën e teatrit kombëtar, duke filluar që nga Otello, duke filluar nga Zabelini, nga Shaqiraga, tek generali ushtisë së vdekur, por unë mendoj që gjurmë të pashlyeshme Sandër Prosi padyshim që ka lënë dhe në kinematografinë shqiptare. Rolet më spikatura do të thosha që janë të shumt, por ato që ja vlen që ne t'i përmendim sot si një trashëgimi e vyer e kulturës sonë kombëtare, padyshim janë rolet tek dhaskali tek Udha e Shkronjave. Është figura e jashtëzakonshme arrir, të thosha tek nëndori i dytë Ismail Qemalit, e cila natyrisht në këtë vit që është 100 vjetori i themelimit të shtetit shqiptar, padyshim që ka një vlerësim dhe një gjykim mjaft pozitiv. Gjithashtu do të thosha figura e Mulligjiu tek njeriu me top. Kështu që Sandër Prosi, pa diskutim, që do të ngelet një shembull dhe një do të thosha një padyshim një shembull, po dhe një udhërfyes për gjithë aktorët e rinj. Është me shumë vlerë ajo që thashin në fillim, që
dhe teatri kombëtar, ju e keni ndjekur, jo vetëm për vjetore, por dhe në rastet të tjera përkujtojnë këto figura të shquara që i kanë dhënë emrin këtij teatri kombëtar. Do ishte një gjë shumë e bukur se kur gjithë gjeneratën ta quonim gjeneratën Prosi, por mendoj se është një gjeneratë e aktorëve të mrekullueshëm të skenës dhe të ekranit, të cilët një pjesë erdhën nga akademitë, një pjesë e fituan përvojën direkt në akademinë e vetë skenës teatrit, kështu që bashkë me Prosin është e ndershme, edhe shumë humane të kujtojmë edhe aktorë të tjerë si Prokop Mima, si Kadri Roshi, si Suleman Pitarka, Mjal Stefa, Mjal Popi, Loro Kovaci, Qenan Toro, edhe shumë të tjerë, ndofta në kujtë, Maria Logoreci, aktorë të mrekullueshëm të cilët ndërtuan në një farë kuptimi teatrin kombëtar shqiptar. Ata vlen sot si modele, si pika referimi. Në garderobën e teatrit rekuizita duket sikur hesht. Gjaketa e generalit, fustani Desdemonës, janë aty të gjitha, reliket e atyre viteve që përcollën aq shumë emocion dhe duar trokitje. Janë këto duar trokitje që e rritën, që e formuan dhe e përjetësuan me emrin artisti popullit. Më vjen shumë keq që ka shumë shfaqje teatrore që nuk janë të filmuara ku ai loste në mënyrë të mrekullueshme, por unë kam kujtime si një njeri me një shpirt jashtëzakonisht të madh. E kam pasur edhe si shok, sepse ai shpeshherë më jepte konfidencë, por edhe e kam pasur si udhërrëfy, si vëlla të madh. Kemi punuar mjaft pjesë bashkë. Ka qenë një kënaqësi zakonisht e madhe të punoj me të për arsye sepse Sandor Prosi përveç se ishte një aktor i fuqishëm, një aktor i madh, ishte edhe një njeri jashtëzakonisht i mirë. Sandri kishte karakteristika të veçanta nga aktorët e tjerë. Sandri ishte një aktor që punonte shumë bukur në figura me një shtrirje, me një gamë shumë të madhe, pa përsaktuar kufi, një aktor që mund të luante shumë mirë intelektualin, një aktor që mund të luante shumë mirë fshatarin, një aktor që luante shumë mirë punëtorin, po kështu edhe ishte një aktor që pikonte bukur edhe në figurat të dramave të klasike ose të antikitetit. Me i fjalë ishte një aktor që si të thuash punonte shumë bukur me të gjitha personazhet që ati i servireshin. Të gjithë kolegët e tij e kujtojnë jo vetëm për fuqinë e interpretimit të tij, për natyrshmërinë dhe thjeshtësinë e lojës së tij, por jo vetëm në teatr dhe në film, por edhe si një njeri që dinte t'i dëgjonte me vëmendje, t'i ndihmonte me ndonjë këshill apo t'u dhuronte mirësi nga shpirti i tij tepër bujar. Është diapazioni i madh i këtij shpirti që bëri të mundur të ngjizeshin në kinematografinë shqiptare figura të tilla si ajo e Daskall Todrit apo Ismail Qemalit, të cilat do të jetojnë përhet në kujtesën tonë. Të flasësh për Sandor Prosin është një kënaqësi njerëzore. Qoftë si aktor, qoftë si njeri, qoftë si koleg bashkëpunëtor në punë, dhe për atë pjesë sa di unë si njeri familjar. Unë kam patur një fat shumë të madh që në moshë shumë të vogël, 15 vjeçe e gjysmë, unë pata mundësinë që të njoh një pjesë të plejadës aktorëve të vjetër të teatrit dhe njëri prej këtyre ishte edhe Sandor Prosi. Atë unë kam patur babat e filmi Teti në Bronz. Është babai im i parë në art. Sigurisht që atëherë isha shumë e njom dhe artin akoma nuk e kisha përftuar për ta patur brenda vetes. Dhe ishte një gjë të cilën më tepër e shikoja jashtë vetes ose e ndjeja jashtë vetes sa brenda.
Dhe një nga figurat ku ndjeja artin, ëndrrën time, ishte edhe Sandri. Mbi 30 role në kinematografi, do të vulosnin kështu përjetësisht në celuloidin shqiptar, talentin, punën, përkushtimin dhe forcën interpretative të artistit të popullit Sandër Prosi. Arti i tij, karakteret dhe personazhet që ai la pas janë të papërsëritshme në llojin e tyre. Daskal Todri i tij do të mbetet shembull i idealeve të ekzistencës tonë, ndërsa vetë Sandër Prosi, ëndra e brezave më të ri. Kam ardhur i ri në këtë teatr kur Sandri ishte në kulmin e pjekurisë së tij aktoriale dhe Sandri ka qenë për mua një shkollë e vërtet, së bashku me shumë artistë të tjerë, por në natyrën e tij, në llojin e tij, Sandri ka qenë me të vërtet një shkollë për mua dhe të gjithë brezin tim që erdhëm në atë kohë. Përveç të tjerave, Sandri ka qenë njëri jashtëzakonisht i mirë, siç e thash pak përpara, një burr i urtë, i mëndshëm, një burr që kur të këshillonte, duhet ta dëgjoj me vëmendje se ato që ti thoshe ishin të gjitha me vlera. Neve shpeshherë në atë kohë edhe gabonim për shkak të papjekurisë artistike. Sandri na rinte në kokë. Na bënte sugjerime, vërejtje, kritika, të gjitha me dashamirësi të madhe dhe për Sandrin vlerësimi im është maksimal. Unë i përkas një brezi që nuk e ka pasur fatin ta përjetoj magjinë e Sandër Prosit për së gjalli në skenën e teatrit. Fatkeqësisht ai ishte ndarë nga ky jetë përpara se unë të filloja të merresha me këtë zanat të studioja për regjisor. Po sigurisht që kam pasur fatin ta njoh përmes ekranit, edhe në filma, edhe në shfaqje teatrore që kanë qenë regjistruara për televizion. Mbaj mend që përpara se unë të filloja të kuptoja se çfarë është ky zanat, çfarë është ky art, prindërit e mi flisin me një adhurim të veçantë për Sandër Prosin. Ata kishin, si çdo qytetar, simpatitë e tyre për aktorët, po mbaj mend që Sandër Prosin e veçonin për një ngrohtësi të veçantë, që e dallonte atë ndoshta nga të gjithë aktorët e brezit të tij. Ndoshta kjo është arsyeja që ai brez e ka mbiquajtur Sandër Prosin Jean Gabenin shqiptar. Më vonë kam mësuar dhe kam dëgjuar nga kolegë më të rritur dhe nga profesorë të mi se Sandër Prosi përveç se një talent i madh i aktrimit shqiptar, ka qenë një punëtor i jashtëzakonshëm në sensin që investonte energji dhe një pasion të rrallë. Edhe pedagogu i nderuar Vanjush Furxhie kujtonte si partner në generalin e ushtrisë së vdekur. Ne e dinim që Vanjush Furxhiu ishte modeli i punës i përkushtimit, mirë po Vanjush Furxhiu vetë thoshte që Sandër Prosi ishte kampion i punës edhe i sakrificës. Në këtë sens mund të them që jam rritur me respektin për Sandër Prosin si aktor, si artist dhe si njeri, më shumë nga ato që kam dëgjuar nga kolegët më të rritur dhe nga profesorët e mi. Mendoj që Sandër Prosi, sidomos në teatr, është një aktor i rrallë që i mungon sot teatrit shqiptar, me një, siç e thash edhe në fillim, me një ngrohtësi të jashtëzakonshme. Një aktor me një të vetëndjerë të saktë, me aftësi për nënvizime emocionale shumë të mira. Mendoj që humbja e tij ka qenë jo vetëm e parakoshme, por edhe e pazëvendësueshme. Edhe sot e kësaj dite teatrit në mozaikun e aktorëve të tij mungon një figurë si ajo e Sandër Prosit. Edhe unë shoh të njëjtën ëndër. Shoh sikur jam plak. Dhe jam bërë rojtar varrezash. Varreza është e madhe e pafund. Në rrugizat midis varreve shkojnë vinë njerëz me sateligrame në përduar që duket kërkojnë njerëzit e tyre, por ata nuk e gjejnë dot. Atëherë tundin kokët. General, ku i keni general? Na i sillni general? Mua më hipën një frikë e madhe, po tamam në çast prifti i bjekën banës. Me Sandrin kam bashkëpunuar në film në vitin 1974-75 me generalin e ushtrisë së vdekur, ku Sandri kishte rolin kryesor, generalin. Por jam njohur shumë më përpara, jam njohur në teatr, ku dhe unë kam kaluar një vrimtari gati 9 vjeçare,
Dhe birës generali i Ushtrisë së vdekur ishte një përgatitje teatrore, domethënë në fillim fare ne punuam bashkë me Piero Manin për ta vënë siç faqe teatri. Dhe unë kalova në televizion si regjisor dhe ndjeja që ishte domosdoshme të merrja një vepër madhore për ta kaluar në film. Unë do të shpij punë e madhe, nuk do shohë ndratësia, se në fundit koleg, çdo gjë që përsëritet është e mërzitshme. Çdo gjë që përsëritet koleg është bam barabam. Sandri ishte nga ato që bëri një kapërcim shumë të madh cilësor, domethënë erdhi gjithmonë në rritje, duke u shkputur gjithmonë nga teatri dhe duke fituar gjithmonë autoritetin e kinemas. Sa sot po të pyesësh shumë njerëz, do të thonë që Sandri e njohin si aktor filmi, më shumë se sa si aktor teatri. Në këtë kuptim, megjithëse edhe në teatr ka luajtur figura madhore, prapë në film është më ndryshe, domethënë është më prezent, dhe ai e njoh shumë herët, njoh konceptin mbi lojën e filmit. Generali sigurisht thash vinte nga teatri, por Sandri filloi ta ndërtoi që në fillim fare, biles edhe unë e kisha filmin e parë, edhe nuk e kisha të lehtë, domethënë në komunikime unë biles improvizoja skenat tëra, me që kisha punuar edhe në teatr me këtë vepër, improvizoja, shtoja, ihja. Sandri mi aprovonte pothuajse të gjitha dhe arriti deri në atë shkallë sa për mua, pavarësisht se filmi ndoshta po të shikohesh sot, mund të kërkonte një unitet tjetër në kuptimin sidomos të ritmit, të montazhit, gjë që ishin hapat e para, kurse në mënyrën se si u ndërtua figura e generalit, unë them që ajo është unë vonë e kam parë, dhe kam ndjerë që Sandri ka treguar një mishtri të lartë në mënyrën se si e konceptoi këtë figurë për kineman. Aq më tepër që Sandri u përshtat edhe në ambiente të cilat shumë shpejt i improvizonim ose i gjenim. Po bën 3 muaj që po vredhën lart e poshtë duke kërmuar. Duket sikur ka kaluar një jetë. Dhe kolonelin se gjetëm. Ka kohë të gjejmë. Gjithë puna është sa të bijem në gjurmat e batalionit blu. Pa e të gjej këto gjurmën në këto plajat tila gurore. Mua më duket se këto plaja ndrydhin në lakurisin e tyre të egrin një të fshet të madhe e tragjike. Sandri është nga ata aktor që për mua, flasim për këtë vepër, generali Ushtrisë së vdekur, diti të shkëputeshe më mirë, sepse ishte edhe rol kryesor dhe i vështirë, të shkëputeshe më mirë nga teatri dhe të vinte, domethënë, me vlera të vërteta, domethënë të kinemas. Unë e konsideroj një nga figurat më të bukura të Sandrit këtë, dhe këtu e kam njohur. Ju mendoni të zëvendësoj meshtrat e kolonelit me eshtrat e atij ushtari? Po. E mendoj si do të paresin eshtrat e këtij ushtari të thjesht, familja dhe gjithë farefisi i kolonelit. Do të organizojnë një përshpirtje madhështore dhe një varrim solem. Imagjinoj si do të qaj, peti, veshur me të zeza, duke me të përkrau në plak të kolonelit. Se si zonje kontesh do të flasë të pranishmëve për birin e saj. Pastaj do të qojnë eshtrat e këtij ushtari dezertor në varrin e vrasit të tij. Do të gjemojnë këmbanët, në general do të maj fjalim, dhe gjithë shka do të ishte kundër natyrës, e përdhunuar, talce, mkatare. Dhe në qoftë se në botë ka vërtet hije dhe fantazma, ky ushtar do ngrihe nga varri gjatë natë. Jo këtë ushtar, gjejmë në një tjetër. Bisedojmë nesër për të. Tani, ju lutem shumë më lini të fla. Mirë, si të dëshironi. Karakteristik e Sandrit ka qenë ato pauzat e tij që flisnin gjatë, një aktor që vepronte shumë bukur edhe pa fjalë, por vetëm me heshtjen e tij, një aktor që kishte një si më thënë, një hije, një pesh të rëndë në skenë, jo vetëm nga ana e jashtme, por një aktor që kishte një shtrirje të bukur
dhe me një diapazon të gjerë vokal, punonte bukur, duke filluar nga regjistrat më të ulët deri në regjistrat e sipërm të zërit. Ai ka lënë mjaft figura që unë i kujtoj me një kënaqësi të madhe. Unë do përmend 2 episode. Në 1975 ishte filmi i parë që punoja me Sander Prosin në Filmin e Verës. Që një rol. Sandri vetë kishte për herë të parë një rol të një fshatari, vetë nga natyra ishte aktor intelektual, edhe njëri intelektual, edhe rolet pak a shumë të intelektual të kishte bërë. Pat një shqetësim të jashtëzakonshëm, sa kënaqësi kur ja ofroi rolin Gëzim Erebara, aq edhe shqetësim. Dhe shqetësimet e tij filluan që tek veshja, si do vishej, se ishte një fshatar që zbriste në qytet për të kërkuar punë dhe punonte në ato tunele, domethënë një fshatar lab. Kërkoi me ngulmimin e tij që të shkonte në Vlorë, sidomos në fshatrat, të rinte 2-3 ditë, bisedonte me tipa të tillë, domethënë të kësaj kategorie. Dhe me të vërtet ai shkëlqeu në atë rol nga mënyra se si ishte i predispozuar në marrëdhënie me partnerit, por unë nuk harroj një gjë tjetër. Ishte roli im i parë, një mikro rol në asaj quajnë në krahasim me atë që kishte Sandri. Dhe rrinte pas kameras dhe më ipte vrejtje, më bënte vrejtje, më ndihmonte. Edhe është një këngë, Mama son tanto felice. Unë isha një ushtar i cili ishte i braktisur dhe nuk ipe ideja të shkonte në Itali. Ai si antiteze asaj që në gjendje shpirtërore, tha, ti duhet të këndosh këtë këngë. Pavarësisht se regjizori propozoi diçka tjetër dhe ajo ishte me tamam ajo që u gjet Chelsea. Ja ti mikro roli që bëra unë në krahasim me Sandrin. Rinte i veshur me shajakun e tij në mes të vapës, sepse thoshte, kështu e mbajnë ata, kështu do ta mbaj dhe unë, edhe gjithë ditën rinte i veshur. Edhe kur s'kishte xhirim, rinte i veshur prap, duhet të bëhet rrobja ime, rroba e personazhit. E njëjta gjë ishte edhe me përballimin. Nuk ishte ai fshatari, përkundër ishte një qytetar korçar, një drejtor fabrike buke, ishte figurë tjetër. Ama Sandri ishte po ai personazh, po i karakter, që kërkonte jashtëmasë në veten e vet dhe që ndihmonte partnerin. Ndihmonte jashtëmasë, ndihmonte dhe regjizorin, dhe operatorin, domethënë ishte një bashkëpunëtor i shkëlqyer. Rrim, more kullu, do sten bualli, jo pickima pleshti. Ike dhe nu i gomarit. Godina e vjetër e kinostudios të duket sikur përtyp kujtimet. 10-300 ëndra fluturuan dhe u përplasën me muret e kësaj godine. E teksa e vëzhgoj tashmë, nuk di se sa dëshira, zhgënjime, punë, ankth, vuajtje dhe dashuri mbajnë në këmbë shtyllat e ekzistencës së saj. Sander Prosi ka qenë aktori im i preferuar dhe mjaft filma unë kam aktivizuar në rolet kryesore dhe në shumë filma tjera dhe në role epizodike, sepse gjithmonë më është dukur si një pjesë përbërëse e krijimtarisë time. Dhe të them drejtën, kur Sander Prosi nuk ishte më, unë fillonja filmat e tjerë gjithmonë janë një mungesë, sepse sa herë fillonja një film do të bisedonja në fillim me Sanderin. Nga se erdhi gjithë ky bashkëpunim? Ka qenë një bashkëpunim pune, kur unë me të jam njohur që nga Debatiku isha operator atje kur ky luante një rol të vogël epizodik. Pastaj më vonë kur do të bëja filmin I Tetin në Bronx, vendosa të marr Sandrin në rolin e doktor Gorovës dhe që atje lindi miqësia jonë e përjetshme. Kohët e vështira. Puna juaj po bëhet e vështirë, doktor. Gjithnjë ka qenë vështirë. Sot më vështirë se kur. Ti për shembull në shtëpi më operon dhe mjekon mua. Kurse në spital operon dhe mjekon Gjerman. Ata janë armiq tan, doktor. Kurse ti remonton ata si makina luftarake të nxjerra jashtë përdorimit për të hedhur përsëri kundra nesh.
Mbase gabohem, po ju i thjeshtoni gjërat. Dhe unë i kuptoj. Ai që i futet një ideali për ta çuar atë deri në fund është i detyruar të thjeshtohet. Po çdo rast e rrethan ka anën e mirë dhe anën e keqe. Menjanimi nga lufta popullore, ku e ka të mirë dhe të keqen? Ju më quani njëri të mjanuar, bukur. Po ky i mjanuar nuk i shërbej luftës duke mikuar ilegal. Ja anë e mirë saj. E keqja, barë detyruar nga rrethanët, është se unë mjeku edhe Gjerman. Mua më mjekoni si shoh miku tuaj, doktor. Dhe luftës sonë ju këtu i shërbeni pa vetdije të plot. Ndërsa Gjermanëve me vetdije. Këtë unë s'mund ta them. Por edhe nga Afrika nëse shërbeni përgjegjësia me ju prapë mbetet. Mbi ju i matni njerëzit me metrin tuaj, morë djalosh. Doktor, kur mund të ngrihem? Po, pas një javë besoj mund të ecim me paterika. Përse? Pas një javë vjen dhëndri juaj. Dhe? Pastaj? Ai nuk duhet të marrë vesh për mua. Po ç'keni ju me dhëndrin tim? Edhe mësuesi po kështu më shkruante. Po ja, Spiro ka misi me Gjerman dhe veglat e tyre. Nuk është e vërtet. Nuk është e mund. Atë e lidh me ata vetëm punë, dregëtia. Po me Lefterin, çfarë e lidh? Janë shok, kanë studiuar bashkë në Gjermani. E dini ju se ky shoku i dhëndrit tuaj ka spionuar Greqën, mbi Kostanin, të cilët dojnë zyrat e fashës. Unë kam dhëndër Spiro qendron dhe jo Lefterin. Më thuaj se cilin shok ke të them se kush je. Marrë djalë. Ti ke ardhur për të mjekuar këtu apo për të futur për çarre në familjen time? Doktor, kjo është e vërteta. Ju po të doni merreni edhe si përçarje. Por do të më vinte keq që një ditë vajza juaj të quhet Vejushe një tradhtare. Ibrahim? Po të shkëllë këtu! Ka qenë një shok i mirë. Me Sandin punoj vërtet si me një shok. Për mua ka qenë në mënyrë veçantë shok, sepse unë u bëra regjisor duke ardhur nga profesioni i operatorit. Pra, regjisor nuk kisha të plot të marrë, si duhet pavarësisht se në institutin që kam mbaruar, ne regjizorën na jepte një mjeshtri i madh kinematografisë botërore. Por sidoqoftë, nuk një mirë sidomos punën me aktorin. Dhe është Sandri ai që më ka ndihmuar nëpërmjet punës në filmat ku ai bënte pjesë. Po shpeshherë edhe në filmat ku ai nuk bënte pjesë. Një lloj është sjell me të njëjtën gatishmëri dhe e vinja re që edhe me aktorët e tjerë ka qenë jashtëzakonisht pranë tyre dhe unë mendoj që shumë aktorë, pa përmendur emra, se ata janë shumë aktorë që janë më të rinj se Sandri, i dedikohet punës dhe shoqërisë së Sandrit që ata u bën ata aktorë që u bën. Na dhe fjallën se nuk do të pinje me cigare, se nuk do të shoqërohesh më me atë nga pjetori në pjetore. Unë kur se kam vënë dyshim pjallën tënde, por ti na pas ke gënjur. Profesor, çfarë profesor? Të vitur. Përmasat e tij si aktor kanë shërbyer jo rrallë herë edhe si pikë vështrimi, mbase edhe si pikë studimi dhe për të gjithë aktorët, natyrisht edhe për mua, për mënyrën, për thellësinë me të cilin ai e konceptonte rolin, se si e spërthente dhe në mënyrë të veçantë për originalitetin e interpretimit të tij, i cili si pikë ndoshta kështu të veçantë kishte sinqeritetin e jashtëzakonshëm, besueshmërinë e jashtëzakonshme. Por kjo cilësi, kjo karakteristike të mallit Sandor Prosi ishte një cilësi e cila rrezatonte edhe tek ai edhe sinjeri. Në një film Dora ngrohtë, edhe pse jo tamam direkt partner, un kam patur fatin që të jem pjesëtar në atë film së bashku me të mallin Sandor Prosi. Edhe kam pas vënë re gjë që nuk më shqitur nga kujtesa ime emocionale, njerëzore dhe aktoreske, dashamirësia e jashtëzakonshme, ose si shprehet pak me një fjalë të huaj, bona çlliku i tij i madh, dëshira e tij e madhe për ta parë të mirën edhe te kolegët. Ai nuk ishte në mënyrë absolute asnjë lloj kompleksi.
Unë nuk duhet të tingëlloj që a doni për Belunin, po ju betom që në atë rol një frazë karakteristike që ma përmendin shpesh shikuesit apo spektatorët, siç është ajo "Bishkjeni do të mbetesh", është dubluar në 2-3 momente të filmit, jo e thënë ashtu gjatë qirimeve, po vetëm me sugjerimin shumë dashamirës, bile për të mos thënë me dashamirësinë e Sandor Prosit, dalë se kjo frazë duhet bëhet si leitmotiv e rolit tënd. Me këtë desha të theksoj që ai ishte një aktor i përmasave të tilla, artistike dhe njerëzore, që gjithçka e mirë dhe e bukur atë entuziasmonte. Gjergji, ka sjell babi buk lepurushi. Zgjo pra se vjen lepurushi dhe merr prap. Vandin dhe bukën që na shkele kur lyshi doqës. Makinave tu miren gomët dhe tu vijet zjarri. O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Bile edhe në Altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohe. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën. O, që zogu, por së të travi. Arritëm tunç. Nesër në drekher jam në shtëpi. Nuk është ndaj rruga, zoti Daskal. Lëre, Andrio. E ka nga malli. Kam lindur në ato male për te, Andrio. Është qujtë ftohtë kanë burimit e Lushkanit. Kur nisem me kthehem nga larg e dal në këtë qafë, më mbushen sytë. Ma bane halal, o tim. Që di me zotërin tënde? Vjen nga Allamania e Kamër. Ke parë dë një me sy dhe dërlët për këto vende ku pula Astrall. S'pas ka malë më të fortë se malë i për vendin e lindjes, Andrio. Unë do ta quaj një pikë kulmore të këtij aktori që unë tani ju thash, ndoshta e thash edhe në përgjigjen e pyetjes parë, që e quaj një aktor filmi. Domethënë arriti një pikë kulmore me Daskal Todrin. Për arsye sepse Daskal Todri ishte një figurë e panjohur, në kuptimin, domethënë një figurë të cilës nuk kishte se çati vilje nga karakteristikat, dhe Sandri të gjitha i improvizoi ose i kërkoi në kohë, i kërkoi në mënyrën, e pra i veshi më afër natyrës vet. Drita që do të hapin të shkronja ka vetëm një shoqe. Dritën e diellit. Rondot pa dritën e diellit. Diellin e ka krijuar Zoti. Gjënat hash me Zotin, o njeri. Zoti na ka dhënë mendjen të gjykojmë të mirën e të keqen, o Andrio. Po s'ke fajti, jo. Të këqijit të mbollën shpirtin tënd e errësirën që të të rjepin kollaj. Sandri ishte aktor racional. Dhe por e gjuante emocionin. Domethënë e ndjelte emocionin, masi piqesh ajo gjitha.
Unë ju kujtoj ke Udha Shkronjave një moment fantastik, do me thonë, që nuk u realizua ditë të para, që Sandri e kishte superthyer teknikisht gjithçka, e kishte ndërtuar shumë mirë teknikisht, pra ishte kontakti i parë që vinte maj një kodër që ne e xhuam në llogara dhe binte në kontakt me trojet e tij. Këto janë trojet e mia, Andrea. Dhe atje është, do me thonë, nuk ka gjë më të ëmbël, më të ngrohtë, më të mirë, se sa, do me thonë, kur sheh trojet e tuja, vendlindjen tënde e tjera. Dhe kjo kërkonte një emocion, dhe unë i kërkonja një lot në sy, sepse ose dhe mos qoftë lot, të ishte një sy i lëngëzuar pra një. Sandri nuk është se nuk e arriti teknikisht, po e shikonte shprehjen time që nuk i pëlqente. Edhe ela. Do ta bëjmë një ditë tjetër. Nuk ngjente ngacmimin. Ky ngacmim erdhi dhe buroi në forma të tjera. Disa ditë më vonë ne po në atë vend po xhironim po prap, si thuash, momente të tjera të filmit, kur ndalon një linjë autobusi që shkonte nga Vlora në Dhërmi, ndalon një djalë dhe kishte sjell një 2 kg rush, biles çalonte ne po i bërtisim atit që na ndërpreve punën e tij, i tha më fal, ju ofrua Sandrit dhe i tha kam shumë respekt për ty, të dua shumë, i tha, dhe je një nga aktorët më të mirë. Sandri u ngacmua. Falo, që të shpëtosh shpirtin. Edhe atë e pret fati yt. Edhe shkronja tua do të ndryshke në ujtë e dushkanit. Shkronjat shqipe do të ndritin. E do shtukin arsirën që mbillni ju. O të papes, dur që pirë. Dhe në Taskali është më emocional. Është më interesant për mua, ke Sandri, në kuptimin e një roli figure, kurse Kenandori dytë është po kaq një figurë madhore, dhe ndoshta është një figurë që do mbesi, do më thonë. Por, kam përshtypjen se vend është më racional, është më studius, megjithatë janë 2 figura madhore, bashkë me generalin, do të thonja 3 figura të Sandrit që në kinema zërë si ti përmenish një aktori 3-4 figura të tilla, do më thonë. Osmanet Smejti. Nuk më duke se vinë për të mirë. Se mos kanal në herë për mirë. Thoj e trime mos qëllën pa urdhë. Askush mos qëlloj pa urdhën të Ismail Qemalit. Selam. Që ka shtyrë në këto thellësira, o bim bash? Kërkoj Ismail Bej Vlorën. Unë jam. Kam urdhën nga kryekomandanti Varileku Tjaninës t'ju arrestoj e t'ju çoj pranë shtabit ushtrisor. Urdhëroni. Ahere, zbato urdhërin, zoti komandant. Do të detyrohemi të përdorim forcën, Ismail Bey. Kur arrestuat Abdul Frashërin, nuk ishit kaq sjellshëm. E nuk i morët leje. Unë nuk e di si është arrestuar Abdul Frashëri, por ju urdhëroj të vini me mua. Po ja që s'më lën trimet të vi, edhe po doja unë. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin shqiptarin. A ka shqiptarën ta borrin tënë? Unë nuk po pyes për ata Arnaut që u është bërë gjaku ujë, po për shqiptarët që kanë besë. Shqiptar, birë shqiptari. Unë jam shqiptar. E taj me vendi. Ismail Bey, po të më pranoni, unë jam ushtar ytë. Mirë se të vish o birë, e jo vetëm ti. Po të gjithë ata që e ndjen vetën ende shqiptar, mirë se të vinë. Që në fillim nuk e di pse e pata të fiksuar që Sandri do të jetë ajo që do të luajë. Nga ana jashtme sigurisht që bën disa përpunime nga ana e grimiorit Lukan Bushi, grimori shkëlqyer, i cili gjeti formën edhe të mjekrës, të vetlave, të flokëve, e gjitha këto për ngjashmën e jashtme, po kryesorja ishte loja.
Sandri në atë kohë ishte në një gjendje çik të vështirë. Unë ishte i shtruar në spital për problemet që kishte shëndetësore. Dhe unë nuk ngurova domethënë ta marr nga spitali ta fut në film i bindur që kjo do jetë kura më e mirë, do të jetë kura më e mirë për Sandrin vetë dhe sigurisht që ai do ta bëjë atë. Ai kapi që në fillim atë që ju doni si regjisor tek figura. Sigurisht. Në radhë të parë u gjet me të vërtetë ngjashmëri e jashtme, që ishte për mua, e plot jo vetëm për mua, për gjithë publikun tonë. Po dhe që në xhirimet e para. Dëgjoni, një figurë e tillë ka shumë probleme. Si do ecë, si do komportohet, si do flas. Do flas si hero apo do flas si njeri thjesht. Edhe si njeri fare thjesht nuk mund të flasë për që është figurë, e madje do të imponohet të gjithë, ai ka biseda atje me kundërshtar, politik, me miq, me patriot, me një tjetër. Prandaj duhet të ketë marrëdhënie të caktuara me të gjithë. Dhe unë mendoj që këtë gamë sjellje të tij pikërisht në personazhe të ndryshme, Sandri ka zgjedhur në mënyrë të shkëlqyer. Lumë dorë Ismail Qemali. Mirë se na erdhe is, qofshka më mbarë. E paqim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Kur mbaron në film kishte kënaqësi kur rolet si gëzoheshe si fëmijë. Për rolin e Ismailit ai gati kaqar si fëmijë, ja ritëm, fitor, ja ritëm. Nuk harroj dot sytë e tij kur si njëri çfarë vlerësoi më shumë tek ai? Mirësinë. E kishte që në portret atë lloj mirësie. Ishte dhe pikërisht, kjo ishte kryesorja pse unë i dhash rolin e Ismailit. Unë desha të kishte një figurë edhe epike, por edhe të dashur, edhe njerëzore, edhe të mirë. Sandri e kishte mirësinë të shkruar në fytyrë, e kishte në sytë e tij, e kishte në buzët e tij, në ballin e tij, në flokët e tij. Dhe e transmetonte të mirësi. Edhe ajo ngjiste me spektorin, nuk është e rasti që spektorin në fakt Sandri ka pasur një nga aktorët më të dashur. Unë këta e them pa ndrojtje, jo sepse ka marrë pjesë në film, edhe për në çdo film që ka marrë. Dhe Sandri kishte një veti tjetër nga mjaft aktor, nuk më të naze për rolet. Jo po ta vini re, ai ka luajtur role episodik. Tek njeriu me top kishte role shumë të mëdhenj të shquar. Po unë e kam marrë në rolin e Mulli Xhiut, një rol të vogël. Asnjë lloj domethënë pretendimi nga Sandri nuk kishte. Përkundrazi, më kujtohet që unë kisha probleme për të zgjidhur rolin e Plakut Mere, që ishte një rol i veçantë, jo vetëm në filmat e mi, po mendoj që i veçantë në gjithë kinematografinë tonë si figurë, domethënë shkruar tjetër. Dhe kur unë i thash Sandri që këtu do kem kadriu, më tha, mos e luj, e ke tamam. Askush s'ta bën dot si ai, ëh? Edhe vërtet ashtu doli, domethënë ishte njëri që vlerësonte arritjen artistike në radhë të parë. Sandri nuk ishte nga ata që shohin veten e tyre në art, që kënaqej nga suksesi i tij. Jo, ai shikonte artin pranë vetes tij. Kur arritej një gjë, kur shikonte një film të mirë, të kujdo qoftë, ai gëzoi sikur të kishte autori asaj vepre. Sandri ka qenë njëri i veçantë. Dhe me të vërtetë, vetëm një njeri pa komplekse, plot energji dhe virtyte të larta, do të mund të linte pas figura të cilat edhe sot e kësaj dite janë kulmet për kinematografinë shqiptare. Si rrallë ndonjë aktor tjetër, ai krijoi me rolet e tij më të goditura në film atë simbiozë të shkëlqyer mes teatrit dhe filmit, me të cilën ai afirmoi kështu të vërtetën e jetës dhe të lojës së tij, sinqeritetin, dashurinë për të tjerat dhe njëherëzi bukurinë e një shpirti delikat që vibronte nga ndjesitë më të holla dhe fine. Familja ishte oazi i qetësisë, i relaksit. Vetëm këtu ai gjente prehje, vetëm këtu shpirti i tij i lodhur, i stërmunduar, që nuk e shfaqte kur brengën, relaksohej. Djali i tij i madh, Aristidi, më privilegjon teksa më tregon disa nga fotot e tij. E unë nuk di se ç'të ndjej më parë teksa dëgjoj kujtime që vetëm unë kam privilegjin t'i dëgjoj për herë të parë. Janë këtu copra segmentesh nga jeta e tij, copra kujtimesh të mbetura në këtë fotografi bardhëzi. Janë aty dëshirat dhe ëndrat e babait të tij,
aktori të suksesshëm, fama e të cilët duket sikur e mrekullonte, por edhe e shtypte një herazi. Nga artistët po e dhe mashkull që binte në sy, u morë, me sa di unë, 4 vjetë me hotelën. Edhe përgatitit i bënde, me sa ma e mëndë unë, baziteve në shpi. Edhe lexonte tekstin, mësonte, interpretonte vetë, ndërkohë që unë si fëmi, sigurisht që të rria në shpi, edhe arrita të mësoj përmende shumë pjesë të hotelës. Aq sa kur vinin për vizit në shpi, më nëzistin, nga që e dini e shumë. Ade na e thua, edhe kisha mësuar monologjet e hotel ose dialogjet me Desdemonën e këto. Kjo është kujtimi i parë që më bëjmë. Unë dhe besoj që babai knaqej, kur shikonte që rezitoi pjesën. Babai sigurisht knaqej. Po do të them, aq shumë ishte i lidhur me mas rolit sa në mënyrë indirekte më njoftua dhe mua, domethënë që arritet ta mësoj përmendë shumë. Po instrumentin kush ta mësoi? Pasionin që kishte vetë Sandri për instrumentin apo ishte një lloj talenti juaj dhe pastaj u nxit nga... Po jo, që në fillim, ai donte që unë të bëhesha instrumentist, edhe unë dhe vllai im. Edhe të jem sinqert donte që të isha violinist. Sepse ai ka rënë vetë violinës. Edhe unë vajta në Kongresi për Meti, shkolla, ku unë vajta të regjistrohem për violinë. Por qëlloj që atë vit që konkurova unë, kishte shumë violina, dhe më thënë një vit për parë nuk morën fare për violinë, kështu që u futa për violonçel. Por pasionin babait ka qenë që unë duhet, dhe më thënë të kishte ti të isha violinist. Edhe unë edhe vllai. Vllai filloi për violinë, pastaj e la dhe vazhdoi për violë. Por violina ka pasur pasion të madh. Do të themi një nga pasionet e ti, do të thënë, mbas të qenërit aktor, violina ishte shumë e fuqishme, të cilën ai e përdori edhe kur ishte aktor. Mbaj mend një nga rolet që ka qenë i ka rënë violinës në teatr, një nga personazhet që ai ka interpretuar. Në raportet midis babait dhe djalit, si ishte vetë, çfarë kujtimesh ke? Kujtime. Vitet e fundit, veçanërisht, më merrte shpesh kur dilnim me grupin e xhirimit për rikonesionin e vendeve që të xhirohesh, kam parasysh këtu udhën e shkronjave, kam parasysh Nëntori 2, po. Këto dy filma i mbaj mend që kam qenë shumë afër tij, domethënë në kohën që edhe shikonte vëndet, po edhe xhironin. Ai nuk më ka thënë asnjëherë që ky mendoj unë është roli më i mirë i imi. Bënde krahasimin të themi me një familje që prindi sa do fëmijë të ketë, nuk mund të bëj dallime, domethënë dua një. Jo, ai dashuronte çdo rol, padyshim, që realizonte. Pastaj preferencat sigurisht thell ai ndoshta i mande dhe vetë, po nga tërë kjo kohë që ka kaluar, unë mendoj se Udha shkronjave, Gjenarshi Zdekur, mendoj që janë dy personazhe që ai i ka dashuruar, themi, edhe i ka realizuar një shkallë me të vërtet të kënaqshme. Daskal Todri apo Ismail Qemali ishin për të bilin kryerolet,
e ndërsa fotografitë e tij kalonin sa në një rëndor apo në tjetrën, 10 kujtime i vërshonin. Diku, në një studio televizive, e shoh me fëmijët, e më pas me familjen, me të afërm, me kolegë. Është gati e pamundur prej meje që të montoj segment pas segmenti jetën, artin dhe genialitetin e artistit të popullit Sander Prosi. Kujtohet ke fytyra dytë, para se të dilte në skenë Sandri, gjithmonë thote me jep çik faqen, edhe unë ja jepja gjithmonë. Po sa herë që jepin shfaqen, unë zgjas një faqen edhe ai më puste Sandri dhe futesh në skenë. Një natë, si duket unë si isha në rregull, kisha ndonjë halla, kush e di si ishte puna. Dhe i thash, na le rahat Sandri. Edhe nëse u futa në skenë. Sandri t'i ngeli shumë hatri. Dhe vjen më vonë tek unë, thot, çfarë kam bërë Edi, thot që u solla ashtu me mua. Asgjë Sandri, i thash, unë kisha jam kam një shqetësim, i thash, kam një hall, thash. Mirë po, hajtja hiqesh Sandrit, prap vite, Edi, çfarë kam bërë, më thote mu që ti u solle kështu me mua. O Sandri, e do dyja faqet na njërën anë, na dhe anën tjetër, i thosha, edhe më pus 2 herë po deshe. Kujtim shumë i bukur, ka qenë një njeri që nuk besoj t'i ketë bërë në një aktor i keq në një herë në jetën e tij. Ka qenë shumë gentil, shumë i edukuar, shpirt, kaq, si që them. Pastaj për si artist nuk ka të paguar Sandri, dhe me thënë, sidomos në film njerë, aty pastaj Sandri shkëlqeu. Unë e kam pas shpesh herë partner Sandrin, dhe kishe kënaqësi, ishte shumë babaxhan, shumë zemër të madhe. Shumë zemër të madhe. Thosha, si është e mundur që me këtë njeri neve bëjmë nga 2 dubla, me aktorët e tjerë bënin 5, 6, 7, kishte raste 11 dubla. Në dublin e parë neve kishim të sigurt rolin që kishte interpretuar shumë bukur, vetëm thoshim për siguri se na e djeg laboratori, të bëjmë edhe një dubl tjetër. Ky ishte Sandri. Unë dua t'ja prish qefin shokut Sokratse, të më falni, po kolektivi bigës tuaj mua nuk më pëlqen. Dele me Allahët, nuk kam metër kolektivi janë ta gjikosh sot rote. Por Sander Prosi jetojnë personazhet e tij që prej celuloidit na përcjellin dhe do të na përcjellin në përkohëra madhështinë e aktorit të popullit. Generali, Dajvrana, Daskali apo Ismail Qemali do të mbeten si figura të papërsëritshme në kujtesën tonë. Figura të cilat nuk maten as me çmime apo as edhe me medaljet që ai mori nëpër vite. Sander Prosi jeton një shkollë, një klasë në akademi, apo një teatr në Mitrovic mban emrin e tij. Sander Prosi jeton sepse arti i tij ka ditur të gjej kodin e zemrave tona, ka ditur të gjej kodin e ekzistencës nëpër kohra.